përfunduat në burgun e Dubravës? Afrodit, ne kemi qenë dikon 7 muaj ose 8 muaj para se me ndodhë Dubrava, kemi qenë në burgun e Pejes. Dhe në mëngjesin e 15 marsit vitit 1999, kanë ardhur gardianët, në kanë ftuar nëpër dhoma, dikon 5 mëngjes, edhe na kanë thonë të përgatitemi me na dërguar një burg tjetër. Nuk e kemi ditë se ku. Kur kemi dalë në oborrin e burgut të Pejes, kemi pa shumë automjetet të policisë të na prit, edhe kemi hypë në ato vetura, shumë ka 10-15 në për vetura me dur të lidhura pas, edhe na kanë dërgu në burgun e Dubravës. Aty na kanë lidh nga dy për dorë, sepse kishim nga një rroba që kishim tonat, në një dorë mbanim rrobat, në dorën tjetër kemi qenë të lidhur nga dy të burgosur, na kanë fut drejt në atë hapësirë të madhe të burgut të Dubravës dhe na kanë nisë për pavionin C, pavionit që dikur me vonë ka qenë për më famkeqëve në burgun e Dubravës. Na kanë vendosë rreth 200 të burgosur të Pejes në pavionin e izolimit, në përdhoma nga 5. Unë kam pas fatin të jem në katin e dytë, dhome numër 36 ose 35 më duket. Kështu që kemi qenë 5 burgosur, prej tyre jemi veç 2 gjallë, 2 kanë vdek, jenë vranë në burg, 1 ka vdek me pas, dhe kështu. Me kë keni qenë bashkë? Kam qenë me Halita Demaj, ajo është vrarë me 22 maj. Kam qenë me Shkombin nga Strelci, Shkombini, me një gjocaj të Rashiqit Pejs, edhe me një djallë Kumnova nga Gjahova. Shkombin Male nga Strelci, gjocaj nga Rashiqi. Dhe 3 prej tyre? 3 prej tyre kanë vdekë.